prind sa ma shumë që i muni se me kanë ditë mu që më des nona, unë e kur një jetë në Zvicrë së shku, se për 13 vjetë e kom po veç 4 herë nonën tem. Është nona, unë qonë edhe flejme të, ma ka morë zoti shëmtri ma ka morë. I ka amanet mutrën edhe vlohën për i sojna. Nonën e kom posë shok, shu që nonë, bab e kom posë gjithë shka. Me thonë drejtin shumë bodallakina e për t'i këta shajt thash edhe ma shumë 90% rasteve i kam postimet për shoqen, domethënë për gruan. Jo Maredoni, jetë në Mitrovic, jem 31 vjeçar. Jam i specializuar për 4 kuzhina normalisht, franceze, italiane, zvistrane dhe portugeze. Pasionin e kam fitu për kuzhinën se normalisht kur kam dalë në Zvicër kam dalë shumë i ri. Edhe është u konë hera e me parë kur kam punu në restorant. Kam qenë në Lars, pe në Larsit, kam qenë salater, ose në salata. Edhe prej aty që tani kom punu me një shef shumë sukseshëm. Po, që shë kam fillimi jote në Zvicër, se tregove që ka shumë i ri? Po, kam qenë shumë i ri edhe fillimet me thonë drejtën, kam dalë në mënyrë ilegale, kam dalë atje edhe ka qenë një fillim i shtirë, po normalisht kur t'i ki do familjar tu nuk eshe edhe shumë të shtirë. Kraj kini tatuazh, a vëna tregon do me thonjen? Po, është nona e me ndjerë, e kom përjetësu trupin tem, edhe pse në është keq me bota tu, po unë kom desh me përjetësu trupin tem. Unë qonë edhe flejme të, është një sen që e kom do shumë. Është nashti personi vetëm në jetën tem që më ka bo mu me konë rahat në jetën tem, si në Zvicër, si në Kosovë kur ju morë, si kur u konë aja atje, si krejt, po ma ka morë zoti shëmtri, ma ka morë. 4-8 vjetë më ka vdek nona edhe na kalon neve fëmijëve shëmtri, edhe i kam amanet mutrën edhe vlohën për i sojna, edhe më nuna gjithmonë ju me nejt ofër. Unë e thash edhe njerë e kom përjetësu trupin tem, flej edhe të quna me të. Nashta flej edhe të quna të e puf. Postimet e tua në rrjetet sociale po është që e kujtan shpesh nonën. Edhe ka kohë që ka ndru jetë nonas? Nona ka ndru jetë që 4 vite. Në janar i ka bo 4 vjetë. Po qore, nona është tylla shpis. Edhe pavarësisht postimeve gjithkujna, unë shpresoj shumë që i kanë gjallë nonat, tjertë persona, po sa dush postime botin e për TikTok, ne për Facebook, ne për Instagram, ne për gjitha, a i molli nuk i këtë kur, edhe i mungon era e nonës shpis, edhe normal që unë e shprejhe shumë në postimin, ashtë i lendoj familjarët e minë, ashtë i bëjmë mërzit, po kjo është molli për nonën se pavarësisht gjitha sfidat jetës që i kom pas krahin kryesor në jetën tem. Nuk e kom pas, nashti krejt i kom pas anash, po nonën e kom pas gjithmonë në krahun tem. Edhe po ta kallëzoj një rast që nashti është hera e parë që përmeni, jena konë sikur krejt familje të nejt një herë, edhe ja ka bo motra një pyetje, tha ti mam, tha e dënë, tha Redonin më shumë. Tha unë edhe tha për këto tha edhe tha jetën. A bedin, nashti jo që jem konë maj modhe, po jem konë shumë maj lidhët me nonën se me babën. Jem konë shumë nonën e kom pas shok, shu që nonë, babë e kom pas gjithë shka. Në më thonë edhe me tash, unë jam i martum, falenderit Zotit, po nashti edhe me një qikë kur kom shkru, nashti e ka ditë nona em, se qatë që i lidhë që jem konë me të. Ndështë për ata që jetojnë jashtë, humbjen e familjarëve përjetojnë pak ma rëmë, për shkak edhe distancës, për shkak nështë edhe të kohës që fizikisht s'kanë mujtë me kalu bashku. Fatit mirë, falenderit Zotit edhe njerë, fatit mirë që kur ka vdek nona në kom qëllu në Kosovë. Nashti mas shumë të këtë pjesë mëdhimit vlavë, që ajo kona tërë pa dokumenta, edhe nuk ka mujtë me më rri, nuk ka mujtë me nëzonë gjallë, po nashti edhe nuk ka ardhë heq vlavi, se u konë pa dokumenta nuk mund është kur dush me leviz. Nashti të këtë pjesë mas shumë të mëdhimit vlavë, ajo nuk e ka pa në momentet e fundit, ajo mëdhimit mas shumë. A i dënë të regohet që nona të kalon do amanete, po përveç asaj që me i najtë gati familjarëve tjerë, motrave edhe vllaut, a ka diçka në i porosi që ta kalone që po mundohesh me e qunë vend? Gjitha porositën e kom cekë dhe hera të tjera, krejt porosit që i kom pas për nonës, unë i kom realizu sa kona e gjallë, po më ka thonë gjithmonë që i kom qef me të po naltë e manaltë, unë shpesej që jem të e bo shumë krenar, edhe
Unë shpresoj që jem të nejtë gati motrës edhe vëllau deri në atë pikën ku ka desht ajo, po nashti qa kish pas shef ajo, qa kish pas qa kish pas, ka pas shef me më pas gjithë këngëtarën. Gjithë. A je ti punu në këtë aspekt? Jo. Pse? Nuk e di, nashti, po nuk e di, nashti jem bo dhe vjetë, nashti edhe familja, nashti edhe jenë do investime të reja, tregu shumë i ngarkum, nashti është kjo arsyeja, po nuk i di jetarë me sas njerë. Po megjithatë, nuk është që po të shohim shumë larg muzikës, ashtu se në video tua në rrjetet sociale po të shohim që je këgja e ki afër zemrës muzikën, me vallëzime të ndryshme që po i bën. Po, kam rrjetin social TikTok, TikTok nuk e di qysh me thonë ja ka nis shumë veç hajt, apëtin. Veç hajt ja ka nis edhe taj tu qi qysh të njerë ja kom nis me foto, po të kalzoj drejt që të qa foto anina kënina edhe pasha që me thonë drejtin shumë bodalla kinën e për TikTok, tash hajt, tash pianisë, tash bili, vallëzimin e kam qef shumë. Kom dit me këtyre në gjithë, pej shumiriun kom dit me vallëzu, edhe thash hajt, tash pe bëj tash në pianisë që shtu, tash me këtyja pëtin. Edhe normalisht në gjithë videove për meni, mas shumë 90% rasteve i kam postimet për shoqen, dhe më thonë për grunë. 90%, po taj nuk i qes kur për me dhejës, po taj po dhejësin. Ajo është shumë e mbyllë në gras me TikTok-ën, ajo nuk ka qef me dollë kështu, bili edhe ka privat, me TikTok e me krejti ka privat, edhe nuk ka qef shumë me dollë në për rrjetet sociale kështu, edhe taj gjithë munën për me ngus, ato gjithë munën shënej diçka, edhe ma bënë që ko zë qëfar video dhe pas ke qita, vedin, veç për fani, jo për diçka, nuk është që e thëmë TikTok, nuk është që është reale diçka. Absolut, larga asojna, se nuk muna me shënu diçka për shemull që është qashtu një jetën reale temena, vedin. Për me jarë këtu njerëzit? Veç për komplet, veç unë me largu atë jetën tem private pe i TikTok-ut. Nuk e thëmë një jetën tem, do më thonë reale në TikTok, as njerë. Që mos i ndalni ëndrat e juve, vazhdojni me ëndrat e juve, mundë me arri gjithë shka. Sot është njeri i fort moralisht edhe pe i zemrën edhe kur të komendin e shëndosh arri gjithë shka në jetë. Mos i këshirni kush parazgjikon, kush bollizon, kush fyn, kush ofendon. Është një fjalë frangëzisht, thuhet écoute ton cœur, ngu zemrën tonë. Kështu që vazhdoni jetën, kënaqni, jeshta është shumë e shkurtë. Unë veç një sen ja them, runi prind sa ma shumë që muni se me këndit mu që më des nona, unë e kur një jetë në Zvitrë së shku, se për 13 vjetë e kom po veç 4 herë nonën te. Duni prind, sidomos nonën dune shumë, se nona është fjale e fundit.